Ju përshëndesi gjithëve, mirë se vini në Newsline, do të jemi së bashku në vim për të parë zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Pas 9 ditësh rinumërim të votave për qarkun e Tiranës, ditën e sotme ka përfunduar i gjithë procesi, nuk ka asnjë ndryshim rezultati apo mandate. Shumë do të lidhem drejt për drejt me Andon Kellon, ai ka ndjekur të gjithë procesin e rinumërimit në sallën sportive Farie Hoti. Andon, të përshëndes, ndalemi së bashku me rezultatet përfundimtare për qarkun e Tiranës pas procesit të rinumërimit. Po, tashmë rinumërimi për qarkun e Tiranës ka përfunduar pas 9 ditësh rinumërim këtu te Pallati i Sportit Farie Hoti dhe rezultati është i tillë, nuk ndryshon asnjë mandat për subjektet politike, por edhe për kandidatët e subjekteve politike. Rezulton tashmë që Partia Demokratike është subjekti politik të cilit komisionerët e vet i kanë shtuar më shumë vota gjatë zgjedhjeve të 11 majit, 612 vota që tashmë Partisë Demokratike do i hiqen. Edhe Partisë Socialiste i kanë shtuar 380 vota, do t'i hiqen edhe këto vota, ndërsa Partisë Mundësia, e cila nuk ka patur komisioner, janë shtuar 44 vota, por Partia Mundësia tashmë është me 2 mandate në qarkun e Tiranës për shkak të diferencës së thellë që ka krijuar tashmë me Partinë Demokratike. Asgjë nuk ndryshon edhe tek listat e kandidatëve. Kemi në listën e Partisë Demokratike më shumë vota, pak në zgjedhjet e 11 majit u shtuan Jorida Tabaku 250 vota, ndërsa Ilir Ali Mehmetit 137 vota, por mandatin e 13 Partisë Demokratike në Tiranë e mban Jorida Tabaku për shkak të diferencës thellë tashmë nga 2400 në 2300 vota me Ilir Ali Mehmetin. Diferenca ishte më e ngushtë në listën e Partisë Socialiste mes Olta Xhaçkës dhe Blerina Gjylametit, por kjo e fundit arriti vetëm të përgjysmoj diferencën nga 140 në 70 vota, por nuk arriti do të përmbys rezultatin e votave me kolegen e saj socialista dhe t'i marrë mandatin. Pra mandati ngelet Olta Xhaçkës, ashtu siç ngelet edhe Ornaldo Rakipit mandati 19 i Partisë Socialiste në Tiranë. Deri tani nga gjetjet e rinumërimit, pra nga rinumërimi mbi 400.000 votave në Tiranë, rezulton se nga rinumërimi dolën vetëm 115 vota më pak në kuti. Kemi 1041 më shumë vota të pavlefshme dhe mbi 1156 vota më pak të vlefshme. Pra, gabimi është tek 2312 flet votimi, ose marzhi gabimit i përllogaritur në Tiranë është vetëm 0.5%, çfarë nuk ndryshon asgjë. Edhe vetë 2 anëtarë të Komisionit të Ankesave dhe Sanksioneve e pranuan se ky rinumërim, të paktën Koli Bele ishte më i qartë në deklarata, i theksoi se nuk ja vlente një rinumërim në Tiranë, ndërsa Ledio Brau theksoi se deri tani kemi të bëjmë me gabime njerëzore dhe jo trafikim votash për subjektet politike apo kandidatët, po kujtojmë se ishte ky i fundit i cili vendosi rinumërimin në Tiranë, duke justifikuar kështu edhe komisionerët e Partisë Demokratike, të cilët i shtuan vota subjektit të tij më shumë vota se çdo subjekti tjetër. Tashmë Tirana u mbyll, rezultati është i qartë, i pandryshuar. Dita e shtunë dhe dita e diel do të jenë pushim këtu në Pallatin e Sportit Farie Hoti, ndërsa të hënën nis Fieri i plot rinumërimi në qarkun e dytë më të madh të Shqipërisë dhe pjesërisht më pas në Durrës, ku do të rihapen e rinumërohen 360 kuti. Faleminderit Andon Kello për raportimin dhe gjitha detajet që ndave me ne. Ne vjojmë të diskutojmë për të njëjtën çështje, duke patur në fokus se paralelisht me përfundimin e rinumërimit për qarkun e Tiranës pas një ndryshim në rezultat, nga ana tjetër është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që certifikon dhe 4 qarqe të tjera në një komunikim të drejtë për drejtë do të jemi me zotin Arben Meça. Ju përshëndes zotin Meça, faleminderit që jeni me ne. Përshëndetje. Asnjë surprizë kam iden për rezultatin përfundimtar që ka tani më qarku i Tiranës pas procesit të rinumërimit, apo ju bëjnë përshtypje 612 votat që Partia Demokratike kishte më shumë në kuti? Kjo surprizë është një term që do të parë këndvështrimi, sepse në gjykimin tim historik në procesin e zgjedhjeve nuk prisja gjë tjetër përveç se këtë rezultat. Pra surprizë për mua do të ishte ndryshimi, por procesi i zgjedhjeve në Shqipëri, në mënyrë posaçme në këtë sezon ka qenë nga më të organizuarit, më pa problematiku, një proces i qetë,
ku ajo që ndodhi ishte prishmëria për cilën ne kemi argumentuar që ky rezultat do të ishte. Bile dhe ato gabimet njerëzore janë debatueshme sepse janë qëndrime ambigue dhe në këtë moment që flasim në faktin nëse një flet votimi do të shpallet e vleshme ose pa vleshme, pra deri në këtë rast ky është lloji i debatit. Pjesa tjetër është një moment emocional i lidhur kryesisht me një orientim emotiv të numëruesve, por ndaj kandidatëve të veçantë, pra kur flitet për votën preferenciale dhe këtu janë diferencat. Nëse kur flitet për ajo vota politike, që është debati më i madh sot i organizuar, ku pretendohet që nëpërmjet këtij votimi do të zbuloheshin prova dhe fakte të cilat do të vërtetonin një manipulim të rëndë të procesit, kjo as nuk pritemi. Nuk kemi debatuar ndonjëherë gjë të tillë. Dy janë pistat që po diskuton partia ose që ka diskutuar Sali Berisha deri më sot. Pista e parë është blerja e votave dhe pista e dytë është treni bullgar. Këto dy janë. Në asnjërin prej tyre nuk ka asnjë provë gjatë procesit të hetimit, të votimit. Pra nuk është zbuluar qoftë edhe një person i vetëm që kur vjedhja nëpërmjet trenit bullgar bëhet në mënyrë kaq masive, që do thotë kërkon një angazhim të jashtëzakonshëm të individëve dhe të infrastrukturave jashtë qendrës së votimit, që në kushtet shqiptare është absolutisht e lexueshme. Lexohet me një sa të bësh tren bullgar në një zonë, duhet të angazhosh një morit të jashtëzakonshme njerëz dhe duhet të kesh një fluks lëvizje orientuar që është e lexueshme fizikisht. Por jo vetëm kaq, por në asnjë nga kutit e votimit, në 5552 kuti votimi në rang republike, nuk është identifikuar një rast i vetëm i trenit bullgar. Kështu që treni bullgar është sfida më e madhe e ndërtuar në mënyrën më të çuditshme nga ana e Partisë Demokratike, sepse ishte e vetmi alternativë e cila humbjen e fut në kanalet e ta shqyrtur konspiracion vjedhje. Nësa kur vjen puna tek blerja e votave në proces përveç proceseve politike që kanë të bëjnë me një diçka të debatueshme, që është e debatueshme, është e debatueshme edhe për reagimin që kanë bërë strukturat e Bashkimit Evropian, ODIHR ose OSPE, lidhet me shishmërinë e disa veprimeve të cilat janë të debatueshme në mënyrën se si janë ekzekutuar plani ligjor, pra si janë implementuar plani ligjor dhe si janë ekzekutuar. Sepse janë implementuar në një fazë paraelektorale, çka do të thotë me ligjin janë në rregull, dhe janë zbatuar pastaj në një fazë elektorale që lë vend për debat dhe që është nga problemet kryesore që sot e ka Shqipëria, që ka të bëjë me ndryrjen e vendimarrjeve ekzekutive të qeverisë, të cilat në mënyrë posaçme ndikojnë në klimën e procesit zgjedhor, por jo në blerje. Sepse në qoftë se ne flasim për një veprim që ka të bëjë fjala vjen nga qeveria që ishte kjo heqja e gjobave, pra beranduar e gjobave, ky është një veprim ose është një akt progresiv, që do të thotë që në mënyrë proporcionale ndikon si të elektorati majtë dhe të elektorati djathtë. Elektorati djathtë është elektorati djathtë që ato të bësh ti me këto veprime nuk është se e intrigon disi për të dhënë votën. Kështu që këto janë veprime të cilat prodhojnë klim, por nuk janë mekanizëm blerje. Më tej do të themi që nuk kemi deri më sot asnjë të dhënë që të flasë për mekanizëm blerje. Asnjë të dhënë, përveç perceptimit për mekanizmin e blerjes. Dhe të gjitha këto ne i kemi thënë që në debatin e parë. Që në nisje dhe në këtë pikë nuk ka asnjë surprizë. A duhet që ky rezultat që kemi sot, zoti Meçe, të ketë një ndikim tek opozita dhe a do të ketë në gjykimin tuaj? Atëre, duhet të ketë, po duhet të ketë. Dhe në të gjitha të kullimet e mëtejshme që kemi bërë ne, pavarësisht që na kanë etiketuar si anti-Parti Demokratike ose anti-Sali Berisha në mënyrë posaçme, e vërteta është që ne kemi argumentuar që këto zgjedhje në thelb janë zgjedhje anti-Berish. Dhe e keqja e madhe e demokracisë shqiptare dhe Partisë Demokratike në këtë moment i flasim është ai quhet Sali Berisha. Dhe në këto kushte ne kemi thënë që Partia Demokratike duhet me të mos të bëjë një revolucion vepretës
të ristrukturoj veten dhe në mënyrë posaçme të spostoj Sali Berishën nga të qendrit kryetar dhe figura qendrore e Partisë Demokratike. Është e drejtë e Partisë Demokratike ta mbajë Sali Berishën dhe të shënojë humbjen e mëtejshme. Pra, kjo lidhet me faktin nëse këto rezultate duhet me mos të futin në një proces të rëndësishëm në reformimin e Partisë Demokratike, po themi, duhet ta fusin dhe është vonë. Por, a do të ndodhë? Absolutisht nuk do të ndodhë. Dhe kjo është fatkeqësia e radhës jo thjesht e Partisë Demokratike. Nuk ikën Sali Berisha nga prona e vet. Pra ta kuptojmë, nuk flitet për Partinë Demokratike, një instrument pjesë përbërëse e sistemit demokratik në Shqipëri, po flitet për një sekt të drejtuar nga Sali Berisha, për një parti që nuk është tjetër se një pronë e Sali Berishës dhe për individ të cilët e shohin perspektivën e vet politike thjesht të lidhur me freskullën që i bëjnë Sali Berishës, çka do të thotë dhe në një tentativë pretenduar për të lëvizur dikush brenda Partisë Demokratike për të ndryshuar situatën nuk ka pritshmëri. Pra pritshmëria jonë tani përfundimisht është Sali Berisha i mori 50 veta, 50 deputet, do vjen në parlament do të bëjë të njëjtën gjë, do të bëjë rrëmuj në parlament dhe do të mbajë situatën në mënyrën dhe në vetëm formë se si artikulon politikën, në të njëjtën mënyrë si artikulon, ju shifeni edhe në seancat që janë zhvilluar tani, nuk keni parë një Berishë i cili minimalisht ka reaguar me seriozitet dhe përgjegjësi ndaj një rezultati të lehtësueshëm tani, pavarësisht pretendimeve. Pretendimet janë ndroshme që nuk ka shqiptar më që i dëgjon, përmoftojnë që artikulimet e Berishës në parlament, përveç se një moment teatral, dhe kështu është kjo Berisha, pra tashmë Berisha është i veti person në populli shqiptar që nuk merret me seriozitet, por teatri që bën Berisha është një moment për të cilin kushdo mund të ketë interes, sepse qenia njerëzore ka nevojë që në të gjithë gamën e personazheve, në gjithë gamën e situatave që ai has në rrugë të kudo, krahas portokallis, të ketë edhe një shfaqje tjetër që aktori Berisha luan për mrekulli, po deri kaq është vlera e tij, ndërsa misioni i Partisë Demokratike si një strukturë posaçme e sistemit demokratik në Shqipëri quhet i përfunduar, i mbaruar, përmosën që është kthyer në një instrument absolutisht në dispozicion të qeverisë. Dhe kjo është fatkeqësi për demokracinë shqiptare. Komentin e fundit fare të shkurtër e dua edhe për javët që do të pasojnë, prisni të jenë në të njëjtën klim politike, qoftë rinumërimi për të gjithë qarkun e Fierit dhe për një pjesë për Durrësin? Jo, më njëjta klim do të jetë sepse praktikisht në gjithë Shqipërinë situata ka qenë standard. Ju e keni ndjekur, pra si media, ju e keni dhe së pashku, keni ndjekur zhvillimin e procesit në të çdo cep të Shqipërisë. Dhe është fati i madh që tashmë nuk ka cep të Shqipërisë që nuk është mbuluar në mënyrë mediatike, qoftë nëpërmjet reporterëve ose operatorëve tuaj, por qoftë edhe nëpërmjet celularëve të çdo qytetari në Republikën e Shqipërisë. Celulari është çdo qytetar, nëpërmjet celularit vetë është një reporter i gjallë. Do të thonë nuk ka ngjarje që sot i shpëton procesit, sepse në çdo cep Shqipërisë, edhe më të ekstremit të tij, e gjenden individ të cilët e kanë celularin, dhe celulari tashmë nuk është gjë tjetër veç është një kamerë lëvizshme, e cila të kap momentin dhe duhet thënë që procesi zgjedhor 2 ditëresht para dhe pas, pra po i mbledh të dyja gjithë procesin, jo thjesht vetëm ditën e votimit, nuk ka dhënë as edhe një provë që ne shprehim dyshim mbi problemet të këtij procesi. Unë them me bindje, me përgjegjësi morale në këtë rast, që ka qenë nga proceset më të mira të organizuara deri më sot. Dhe nëse them unë e mbështes edhe në atë gjë që e ka mbështetur posaçërisht raporti paraprak që tash po zbardhë gradualisht, jo se BOD-it. Ishte konkurrues, thot. Po. Dhe ato problematika që ajo ngre, se shikon, ngre dhe problemin, më fal se po zgjat tani, po ngre dhe problemin e intimidimit. Nuk ka patur intimidim tani më. Këto janë teza të një platforme ankimimi e cila është modul që i përsërit në çdo zgjedhje i njëjti modul është. Po, është e vërtetë. Intimidim për politik, vjedhje, tren,
e meri pasaj është pjeri nga zgjedhjet e 91-shit dhe hajde të mësot e njëjta terminologjisht. E njëjtat pretendime janë sepse janë bërë platformë tani këto. Do të kundërshtosh një proces zgjedhor, fillo pikë e parë, pikë e dytë, pikë e tretë, sepse janë si puna se menus në restorante, që të japin të gjitha. Ata thjesht lexojnë menun tani. Faleminderit me të. Dhe harrojnë një gjë që ajo menu po nuk u përshtat me realitetin, po nuk pasqyron realitetin të kthehet bumerang. Dhe treni bullgar. Treni bullgar në posaçme është bumerangu më i madh që është ngritur si artikulim, si retorik nga ana e Sali Berishës. Njësoj si që edhe tregoi procesi i rinumërimit për qarkun e Tiranës. Fillimisht ne e goditëm si fenomen, se nuk ka ndodhur. Pastaj u godit politikisht dhe tashmë u certifikua përfundimisht. U certifikua dhe rezultati i zgjedhjeve në Tiranë certifikoi përfundimisht një proces më të rregullt. Ajo certifikoi, shikoj se Tirana dha mesazhe të jashtëzakonshme. Po. Së pari goditi atë terminologji që vota fshihet, rezultati fshihet në kutitë e votimit. Jo. Kutitë e votimit nuk janë tabu. Kanë qenë dikur tabu në drejtimin e Sali Berishës, sepse e dinte mirë çfarë kishin kutitë e votimit, e dinte mirë si manipuloi vota, e dinte mirë si vidhej vota dhe e futi Shqipërinë në krizë duke mos lejuar hapjen e kutive të votimit. Hapja e kutive të votimit prodhon përfundimisht precedentin që ajo gjë që ne analizojmë në procesin e zgjedhjes është në kutitë e votimit dhe mund ta lexosh mjaft qartë në kutitë e votimit. E qartë, unë falenderoj shumë. Që partitë politike të mos e kthejnë në ritual hapjen e kutive votimit, sepse kjo thjesht vetëm pengon procesin, gjatë procesin e i jep një hije dyshimi procesit, por e vërteta është që Tirana e certifikoi përfundimisht që e vërteta është e lexueshme gjatë procesit zgjedhor, është e lexueshme në gjitha planet dhe ndodhet aty. E qartë, faleminderit me që, faleminderit që ishe me mua në këtë komunikim të drejtë për drejtë dhe për gjithë analizën që ndave me ne. Dalemi tani me të tjera zhvillimet të ditës, si prokurori Arjan Doja, që fitoi një mandat deputeti për Partinë Demokratike në zgjedhjet e 11 majit, ka dëshmuar sot në gjykatën e posaçme në procesin për atentatin ndaj tij, ngjarje ndodhur në vitin 2019. Unë do të lidhem drejt për drejt me Ermal Vion për të marrë më shumë detaje. Ermal, të përshëndes, çfarë dëshmoi konkretisht Arjan Doja? Ditën e sotme, ish prokurori Arjan Doja ishte thirrur nga ana e prokurorisë së posaçme për të dëshmuar në gjykatë në lidhje me atentatin e ndodhur ndaj tij në vitin 2019, ku Doja mbeti i plagosur bashkë me mikun e tij Pëllum Muaremi ose Aleksandër Laosi dhe humbi jetën shoferi Andi Maloku. Në seancën e ditës së sotme, Doja dëshmoi për më shumë se 2 orë në gjykatë, ku fillimisht tregoi njohjet me personin me cilin ai udhëtonte në automjet që më pas ngeli prej atentatit, mes të cilëve dhe Pëllum Muaremi, ku Doja ka treguar se me këtë të fundit njihej prej vitit 2005 në kohën kur ai ushtronte profesionin e avokatit dhe ka patur marrëdhënie shoqërore me të, ndërsa
Prej vitit 2020 nuk kam kontakt, apo 2019 nuk ka patur më kontakte, ndërsa Pëllu Muharemi ose Aleksandër Lau rezulton i shpallur në kërkim nga ana e prokurisë së posaçme si personi i cili dyshohet se ka korruptuar një zyrtar në lidhje me tjetërsimin e pronave në Gjirin e Lërzit. Nga ana tjetër më pas ndoja pasi ka treguar, po themi, njohet me persona me cilët udhëtonte në automjetin që ngeli prej atentatit, vijoi të tregonte edhe detajet e kësaj ngjarje të ndodhur në nëntor të vitit 2019, ku është shprehur se fillimisht ka parë një automjet i cili ju afrua shumë pranë mjetit me cilin ata po udhëtonin, e më pas ka dëgjuar të shtënat cilat kanë vijuar për rreth 10 sekonda. Sipas ndojës, objektiv ka qenë ai i këtij sulmi, pasi 13 gëzhoja apo 13 plumba janë gjetur në sedilin ku ai qëndronte e ulur, në sedilin e pasme ku ai qëndronte e ulur, ndërsa në sedilin e parë të pasagerit qëndronte e ulur miku i tij Pëllu Muharemi, ndërsa shoferi Andi Maloku që ishte duke drejtuar mjetin humbi fatkeqësisht jetën. Nga ana tjetër, në seancën e sotme ka patur edhe, le të themi, debate të forta mes Arjan Dojës dhe Flauren Dervishajt apo dhe Julian Meçës, të dy personat e akuzuar nga ana e prokurisë së posaçme si organizator dhe financuesit e atentatit ndaj Arjan Dojës ndodhur në vitin 2019. Vetë fillimisht Flauren Dervishaj ka drejtuar disa pyetje Arjan Dojës në lidhje me një ngjarje të ndodhur disa muaj më herët në qershor të 2019-s, pra pak muaj para se ndodhte atentati në drejtim të Arjan Dojës, ku Flauren Dervishi i është drejtuar Arjan Dojës në rast se ai kishte gisht në këtë atentat apo kishte dieni. Por vetë Doja është shprehur se ai nuk ishte personi i cili mund të kishte dieni për atentatin e ndodhur në drejtim të Flauren Dervishajt në qershor të 2019-s, atje ku ai mbeti edhe i plagosur. E gjithashtu në fakt tregoi se ai dyshonte se ishte pikërisht ai objektivi i sulmit të vitit 2019, të tetorit të 2019-s, por nuk e dinte se kush ishin personat ekzekutuesit apo edhe organizatorët. Për këtë Ndoja u shpreh se do ja linte hetimit. Ndërsa nga ana tjetër Flauren Dervishaj në lidhje me ngjarjen ku ai mbeti i plagosur, aludoi se Arjan Doja mund të ishte i përfshirë, në rast se ai do të ishte i përfshirë, nuk do t'ja falte në asnjë moment këtë atentat. E nga ana tjetër, edhe Julian Meçë pati disa pyetje në drejtim të Arjan Dojës në lidhje me disa, po themi, hetime të nisura prej tij në kohën që ai ishte prokuror në Prokurinë e Durrësit, në të cilat më pas hasi edhe në kundërshtimin e Arjan Dojës. Ky i fundit në fakt pretendoi se në kohën kur ka ndodhur ngjarja ka patur vetëm debate me kreun e qeverisë dhe zëvendës kryeministrin dhe në fakt në këtë moment ka qenë prokuroria e posaçme që ka ndryrë duke e pyetur Arjan Dojën nëse kishte dyshime në drejtim të këtyre personave dhe vetë Ndoja është shprehur se nuk kishte asnjë dyshim. Nga ana tjetër, seanca, si unë përmenda, zgjati për rreth 2 orë seanca e dëshmisë së zotit Ndoja, ndërsa tashmë janë duke dhënë dëshmi persona të tjerë të thirrur nga ana e prokurorisë në lidhje me atentatin e ndodhur në vitin 2019, ku cilësohet si organizator Flauren Dervishaj e Julian Meçë, ndërsa personi i cili cilësohet si ekzekutor Redian Raja është dënuar në një proces të veçuar me burgim të përjetshëm. Sakaj Qemal, ditën e sotme në prokurorinë e posaçme është paraqitur edhe deputeti i Partisë Demokratike Flamur Noka, cilat janë informacionet që kemi për këtë mborritje të tij në SPAK. Deputeti demokrat ditën e sotme u paraqit në prokurorinë e posaçme dhe menjëherë pas daljes nga ky institucion ai ka deklaruar se është thirrur për të dhënë sqarime në lidhje me disa kallëzime të subjektit të tij politik, pra të Partisë Demokratike, por edhe vetë të zotit Noka në lidhje me pretendimet për krime zgjedhore. Nga ana tjetër, zoti Noka deklaroi se nuk kishte, po themi, besim nga ana e prokurorisë së posaçme që do të hetonte krime zgjedhore, edhe pse në fakt pranoi se nuk ka sjellë deri më tani asnjë provë apo ndonjë fakt që të lidhet, po themi, me krime zgjedhore të cilat Partia Demokratike ka denoncuar apo ka pretenduar se janë kryer nga kundërshtarët e tyre politik. Po nga ana tjetër, në fakt duhet thënë se në drejtim të Nokës apo në drejtim të Flamur Nokës në cilësinë e sekretarit të përgjithshëm të Partisë Demokratike, më herët prokuroria e posaçme ka regjistruar në fakt dhe një hetim, kryesisht kjo në lidhje me lobimin e Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me një lobim prej rreth $6 milion, ku Partia Demokratike ka kërkuar për heqjen e non-gratës si ish kryeministrit Sali Berisha. E gjithashtu emri i Nokës lidhet në fakt edhe me një tjetër hetim të prokurorisë së posaçme, kjo sa i takon një hetimi pasuror që po zhvillon prokuroria e posaçme në drejtim të tij dhe nga ana tjetër vetë Noka ka pretenduar se mbi këto dy çështje nuk ka patur thirrje ditën e sotme, por ka thirrja e tij lidhej vetëm me denoncimet e Partisë Demokratike në platformën e ngritur për goditjen e krimeve zgjedhore, ku sipas Nokës në fakt prokuroria deri më tani nuk ka kryer asnjë veprim hetimor. Faleminderit Ermal Via për raportimet.
Një dyqani në Dervend të Krujës, të Fushkrujës, si është vend tritol në pjesën e jashtme në orët e para të mëngjesit, nga shpërtimi ka patur vetëm dëme të vogla materiale. Por, kush është pronari dhe çfarë ka hetuar policia deri në këto momente, lidhem drejt për drejt me Ervin Lekën. Ervin, të përshëndes, cilat janë informacionet që kemi nga kjo ngjarje? Policia në fakt po vijon me hapjen e kamerave të sigurisë dhe me analizimin e tyre për të identifikuar edhe autorin e dyshuar që vendosi lëndën eksploziveve rreth orës 2:20 të mëngjesit të sotëm në Dervend, në rrugën nacionale që lidh Fushkrujën me Thumanën, ku në një dyqan në pronësi të Donald Lukës, 30 vjeçar, u vendos edhe një sasi e vogël eksplozivi. Të paktën sipas të dhënave janë shkaktuar vetëm dëme materiale dhe një dëmtim tek qepeni kryesor i dyqanit, pra në pronësi të Donald Lukës, 30 vjeçarit, por nuk ka shkaktuar dëmtime të tjera dhe si duket sasia ka qenë e vogël e lëndës eksplozive, çka dyshohet nga ana hetuesve se kemi të bëjmë me një mesazh për Donald Lukën apo familjarët të tij që kanë në pronësi këtë biznes në Dervend të Fushkrujës. Ndërkohë, i thirrur nga ana e policisë, Donald Luka në deklaratën e tij ka thënë se nuk ka probleme me persona të tjerë çka mund të ketë sjell apo konflikte, çka mund të ketë sjell edhe vendosjen e lëndës eksplozive. Megjithatë, pra emri i tij nuk është i panjohur për policinë e shtetit për shkak se në vitin 2022 ai bashkë me të vëllain Ernest Lukën kanë dhunuar një tjetër person tek Ure e Gjollës duke goditur me sende të forta me shufra hekri, por edhe duke lënë të plagosur në atë kohë u arrestua edhe babai i tyre, ndërkohë që pritet që hetuesit me zbulimin pra edhe zbardhjen e itinerarit apo hapjen e kamerave të sigurisë të kemi edhe pamjet ndoshta të autorit të dyshuar, pasi vetë biznesi ku është vendosur edhe lënda eksplozive nuk ka pasur kamera sigurie, çka vështirëson edhe punën e hetuesve, por punohet me bizneset përreth për shkak se gjithë zona në rrugën nacionale pra është e mbuluar me kamera sigurie. Faleminderit Ervin Leka për raportimin. Ne ndalemi tani me një shkëputje, rikthehemi pas pak me të tjera zhvillime. Jemi sërish së bashku, do të ndalemi tani me të tjera zhvillime. Shteti do të jetë aksioner në resortin luksoz që do të ndërtohet në ishullin e Sazanit nga dhëndri i presidentit amerikan Donald Trump. Shoqëria është regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe përfaqësohet nga Korporata e Investimeve Shqiptare. Projekti i resortit luksoz parashikohet arrijë në $1.4 miliard dhe synon tërheqjen e turistëve elitar. Shteti shqiptar do të jetë aksionar në projektin për ndërtimin e resortit luksoz në ishullin e Sazanit nga Jared Kushner. Shoqëria që do të përfaqësojë Shqipërinë është regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit me emrin Albanian State Development and Real Estate dhe ka si përfaqësues Korporatën e Investimeve Shqiptare. Kapitali fillestar i kompanisë është 50 milion lekë të zotëruara 100% nga Korporata e Investimeve Shqiptare, ndërsa administratori i kësaj kompanie do të jetë Juliana Dili, i cili aktualisht është drejtues në korporat. Sipas dokumentave, kompania do të duhet që të sigurojë menaxhimin dhe zhvillimin e pronave shtetërore, me synim rritjen e vlerës së tyre dhe për t'i përdorur në mënyrë efikase. Një nga detyrat kryesore do të jetë pjesëmarrja në projekte strategjike, siç është resorti turistik i ishulli i Sazanit, por edhe në çdo projekt tjetër, i cili do t'i besohet nga autoritetet shtetërore. Vetëm pak ditë më parë, dhëndri i presidentit Trump, Jared Kushner dhe Ivanka Trump vizituan Vlorën. Kompania Jared Kushner ka fituar titullin investitor strategjik për të zhvilluar një resort luksoz në ishullin e Sazanit. Projekti me një vlerë të parashikuar investimi prej 1.4 miliard eurosh synon ndërtimin e një marine turistike, rezidenca elitare, zonë gastronomike dhe akomodimi në një sipërfaqe prej 45 hektarësh ose në 8% të ishullit. Projekte do të financohen nga kompania e investimeve të Kushner, Affinity Partners, e cila mbështetet me fonde nga qeveria e Arabisë Saudite. Himara mbetet një nga destinacionet më të preferuara të turistëve. Këtë sezon, numri i pushuesve është rritur me rreth 20%. Pritshmëritë për këtë sezon të i kalojnë ato të vitit kaluar.
Në Himar, sezoni turistik ka nisur herët. Pushuesit që po frekuentojnë plazhet e saj janë rreth 20% më shumë se e njëjta periudhë një viti më parë. Referuar prenotimeve, pritshmëritë janë për tejkalim të numrit të turistëve të sezonit të shkuar. Kemi akoma numra konkret për sa i përket gushtit, por besoj se ky trend do të vazhdojë. Do të kemi një qasje më ndërkombëtare për Himarën. Dhe kjo do të jetë dhe sfida jonë më e madhe për të mbajtur nivelin e shërbimit sa më lart jetë e mundur, që jo thjesht na vizitojnë një herë, por ne të bëhemi destinacioni i përhershëm për ata. Vendase të huaj shprehen të kënaqur për atë çfarë kanë gjetur këtë sezon në Himar. Yeah, very good. Në Himar është shumë bukur, është pastër, qetë dhe ka ushqim të mirë. Yes, it's the first time. Është hera e parë në Himar, është shumë e këndshme, gjithçka është e përkryer. Yeah, everything is been perfect. Si po të duket Himara së jetë? Po, shumë mirë, më pëlqen shumë deti, edhe ushqim, kam qenë shumë herët, çmimi, po është pak, jo për mua, po është pak shtret për njerëzit këtu. Qëndroni në hotel apo keni marrë apartament? Në apartamente. Sa është kostoja, më thuaj? Tash e kemi marrë dirë, po shtrenjtë është më vonë. Sa e keni kapur tani? 55. Ndryshe nga vjetre interes më i madh i pushuesve gjerman, por nuk mungojnë as italianët, francezët apo edhe turist nga vendet skandinave si Norvegjia. Edhe pasuritë natyrore të Gramshit kanë zgjuar interesin e huajve. Turistë nga vende të ndryshme i vizitojnë në grupet organizuara për zbuluar kështu bukuritë e zonës. Ujvara e Sotirës, kanionet e Holtës, liçeni i Zambakëve janë disa nga atraksionet e kësaj zone. Fshatrat e Gramshit kanë zgjuar interesin e të huajve. Në grupe të organizuara turistë nga Europa, Kina, Vietnami, por dhe nga Australia e largët kanë zbuluar bukuritë e zonës. Ujvara e Sotirës, kanionet e Holtës, liçeni i Zambakëve janë ndër pikat më të vizituara. Duke qenë Gramshi një territor malor, turizmi aventurës është një nga prioritetet që ne kemi dhe një nga arsyet për cilën vizitorët na vinë. Huajt që vinë të vizitojnë Gramshin dhe gjithë territorin e saj, ka nisur të mos shpenzojnë vetëm një ditë tashmë për ta vizituar tamam Gramshin, nuk është e mjaftueshme një ditë. Duhen të paktën 3 ditë. Për të mirëpritur vizitorët vendas dhe të huaj, bashkia ka organizuar një sër aktivitetesh. Në fushat e Livandos do kemi aktivitete kulturore, piktur, muzik, valle dhe shumë surprizat të tjera. 10, 11 dhe 12 korrik. Në sheshin para bashkisë kemi kineman e hapur dhe pastaj festën e qytetit që do bëhet 3 ditore në fund të gushtit. Rreth 120.000 turistë sipas bashkisë vizituan Gramshin vitin e shkuar. Ishte gjithçka e përgatitur për Newsline për ditën e sotme. Zhvillimet e fundit përditësuara minut pas minute nga vendi, rajoni dhe bota ju mund t'i ndiqni dhe në faqen tonë abcnews.al, njërësh dhe në valët e radios 105 FM. Bashkë do të përshëndetemi këtu, mirupafshim.